Një dyqan i pajisjeve elektroshtëpiake në qytetin e Lezhës është dëmtuar pas vënien se një sasi me lëndë eksplozive vetëm një ditë pas hapjes së tij. Sipas burimeve paraprake policore, mësohet se ngjarja ka ndodhur rreth orës 4 të ditës së martë, ku një sasi lëndë plastse është vendosur në taracën e dyqanit në afërsi të tabelës së reklamës, e cila ka shpërthyer duke dëmtuar taracën dhe një pjesë të pajisjeve elektroshtëpiake dhe elektronike. Dyqani ndodhet në qendër të qytetit të Lezhës në bulevardin Gjergj Fishta. Shpërthimi i lëndës plastse ka shkaktuar thyrjen e xhamave dhe pallateve pranë dyqanit. Banorët e qytetit të Lezhës janë shokuar nga ky shpërthim, ndërsa policia ka mbërritur menjëherë në vendin e ngjarjes dhe ka konfirmuar se nuk ka dëmtime në njerëz, por vetëm në dëme materiale. Ndërkohë, forcat e policisë po hetojnë rreth shkaqeve të ndodhjes së kësaj ngjarje, për përcaktimin e lëndës plastse, si dhe për zbardhjen e motiveve të ngjarjes dhe zbulimin e kapjen e autorëve.